Jusufi a.s. kur e pa Egjiptin në atë kohë se si po menaxhohet prej perandorit të asaj kohe, e pa se do të ketë krize ekonomike të mëdhaja dhe nëse nuk e merr me menaxhu Ministrinë e Finansave, Jusufi a.s. ka me pas krizë të madhe jo vetëm Egjipti, po edhe rreth e përqark vendi, sepse në atë kohë Egjipti ka qenë perandori dhe ka pas fuqi të madhe ekonomike. Nëse ajo bie, atëherë normalisht shtetet e vogla bien edhe malet. E çka thot Jusufi a.s. Thot ij'alni ala khaza'inil ardi inni hafidhun alim. Mua, i thot perandorit, faraonit që ka qenë mbret në Egjipt në atë kohë, mua bënëm ministër të finansave, kujdestar i thesareve të shtetit. Se nëse nuk bona unë kujdestar i thesarit, ministri i finansave, ky shtet ka me psu kollaps ekonomik. Se është mohabeti ndër lidhet me ato ëndrrën e 7 viteve të bereqetshme dhe 7 viteve të thata, edhe komentimin që e jep domethënë atyve lopëve që hanë njëra tjetrën, do thotë e dopta i hanë lopët e trasha, e i komenton Jusufi a.s. se vitet e varfënisë kanë me qenë shumë të rënda, që këto vitet e begatisë kanë mi hangur domethënë, nëse nuk përgatitemi na, e kena me pas vështirë me i kalu ato 7 vjet e dyta të varfura. Edhe të e pas parasysh se mbrenda 14 viteve ka me pas turbulenca ekonomike, atër e ka ofru vetë vetën edhe i ka thonë perandorit të Egjiptit në atë kohë, ij'alni ala khaza'inil ard, mu bënëm ministrët finansave, mu bënëm përgjegjës për pasurinë e shtetit, se jam, do thotë, se di me komentu ëndra, se jam i heshëm, as njona nuk hinin në punë, as bukurie e ti që normalisht e kishte bukurin të jashtëzakonshme, po as komentimi ëndrave që gjithashtu ishte një dituri, po e përmendi 2 cilësi. Tha inni hafidhun alim. Unë e ruaj amanetin, edhe unë e di me menaxhu, kam dituri të menaxhimit të resurseve, finansave. Dhe andaj ulemat kanë thonë, edhe kujdesi, edhe dituria kanë të bëjnë me fuqin, edhe kanë të bëjnë me amanetin, që e bëjnë këtë njerit përshtatshëm dhe të aftë me marë përsipër këtë detyrë dhe me menaxhue me kujdes. I kujdesshëm ndaj pasurisë. Nuk mashtrohem kur ballafaqohem me një buxhet të madh të ministrisë teme. Nuk mashtrohem kur ballafaqohem me tendere të shumta që duhet me ia dhon kompanive të ndryshme edhe unë me lyp përqindje, komision. Nuk mashtrona unë nga pozita që kam e me tentue në përmes pozitës teme me bo miliona, si që është realiteti në shumicën e shteteve balkanike edhe në shumë shtetet botës fatkeqësisht. Njerëzit hynë politik jo me shërby popullin, por hynë politik me u bo milionera. Megjithëse të gjithë ata që punojnë biznes e dinë se është shumë vështirë me rrit kapitalin. Duhet shumë punë, shumë mund, shumë lodhje, shumë gajle, shumë net pa gjumë, shumë vështirësi, shumë probleme, pengesa, krejt ato duhet me i kalu për me e akumulu, për me mbledh një kapital e me shëndru në miliona dhe shumë miliona. Nuk është letë. Mirë po, në vendet ku u jepen pozitat njerëzve që si kanë këto kritere, ata po thënë ndryshe, po thënë jo, s'është ashtu, shumë letë është mu bo milioner. Si, hinë politik, bo është milioner. Ama një sen duhet me kuptu se cilin njeri. Ti ndoshta bo shpejt milioner, po fundin e ki po shtrim. Fundin e ki në nëshmim. Edhe fundin do e kesh shkatrim për ty, pasurin tonë dhe familjen tonë. Edhe na e kemi shembullin e qartë në këtë shtetin tonë. Se si sa ministra, politikan, kryeministër, që kur ishin pozit, bëjshin çka dëshin ata. As kush përballë s'mujke me ju dalë. As kush s'mujke me i nalë, pse kishin pushtetin dorë. E pastaj erdhi puna që ai me ik pi shtetit vetë, që themi na si fjalë me fustan. Domethënë me u përvjedh, mos me pas guximin me dalë me emën e mbi emën vetë ose me dalë me kontroll të rregullt kufitare, po dasht me u maskue dhe me dikush me ndërhy që me shuat me ik pi vendit vetë që ai ishte gjatë kohë kryeministri atë shtetit. Edhe andaj porosi për secilin musliman, secili të ri, që ka vullnet edhe entuziazëm edhe dëshirë me u marrë me politikë, që me shërby vendin e vetë, mos gaboni me u mashtru me pasuri.
se mund të bësh parë shpejt. E para s'kemi i gëzu, e dyta kimi u poshtru. Edhe andaj porosia jonë si o gjallar për kejt. Musliman dhe jo musliman që janë në politikë të na, është që kur ta merrni pozitën dhe pushtetin, kuptojeni si amanet. Edhe trajtoni pasurinë e shtetit si amanet dhe ruajini atë më shumë se ruajini pasurinë tuaj private. Nuk ka mundësi me ecë përpara ky shtet, nëse ata që e kanë pushtetin nuk ja kanë ngalet pasurisë pushtetit më shumë se sa pasurisë të vete. Edhe në gjitha shtetet e botës, edhe në gjitha etapat historike, kush ka vepru me ndershmëri, me amanet, me besnikëri, ai e ka çu shtetin përpara. Edhe kush e ka keq përdor pozitën e vet, ka manipulu me buxhetin e ministrisë, drejtorisë, agjencisë, kompanisë, ku ai e ka marrë si amanet, ai në fund u ka poshtruar, u ka nënshmuar edhe atë pasuri që e ka keq përdor ose e ka fitu me keq përdorim se ka gëzuar.